News 24 ka publikuar sondazhin e dytë nga Noto Sondazhi për zgjedhjet e 11 majit 2025. Të pyetur se për cilën parti do të votonin nëse zgjedhjet do të mbaheshin nesër, 45.5% e qytetarëve shprehen se do të votonin për Partinë Socialiste, 36% për Partinë Demokratike, 6.5% për Partinë Mundësia, 5.5% për koalicionin Nisma Shqipëria Bëhet, 2% për Partinë Socialdemokrate, 2% për Lëvizjen Bashk, 1% për koalicionin Euroatlantik dhe 0.5% për koalicionin Djathtas për Zhvillim. Në krahasim me sondazhin e parë të realizuar nga Noto Sondazhi, Partia Socialiste ka një rënje me 0.5%, ndërsa Partia Demokratike ka shënuar një rritje me 1%. Po ashtu rritje me 0.5% ka shënuar edhe Shqipëria Bëhet dhe Lëvizja Bashk. Allora, i movimenti che ci sono stati... Lëvizjet që ka ndodhur më duken lëvizje natyrale që i përgjigj ndodhin në çdo lloj kombi. Në këtë sondazh të dytë, Noto Sondazhi sjell informacione të detajuara edhe për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë. Kështu në Tiranë, nëse zgjedhjet do të mbaheshin nesër, Partia Socialiste do të merrte 46% të votave, që përkthehet në 17 deri në 19 mandate. Partia Demokratike 33% të votave, që nëse e përkthejmë në mandate janë 13 deri në 14 të tillë. Partia Mundësia me 10.5% të votave do të siguronte nga 3 deri në 4 mandate. Koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet me 4.5% të votave do të siguronte 1 deri në 2 mandate. Ndërsa sa i takon qyteteve të tjera kryesore, Partia Demokratike rezulton forcë e parë në Shkodër me 5 deri në 6 mandate kundrejt Partisë Socialiste me 3 deri në 4 mandate. Në Vlorë, Partia Socialiste nëse zgjedhjet do të mbaheshin nesër do të merrte 7 deri në 8 mandate, kundrejt 3 deri në 4 mandate të Partisë Demokratike. Në Fier, PS do të mund të siguronte 8 deri në 9 mandate, kundrejt 5 deri në 6 të Partisë Demokratike. Në Korçë, Partia Socialiste mund të sigurojë 5 deri në 6 mandate, kundrejt 4 deri në 5 të tillë të koalicionit të Partisë Demokratike. Në Durrës, Partia Socialiste mund të sigurojë 6 deri në 7 mandate, kundrejt 5 deri në 6 mandate të Partisë Demokratike, dhe në Elbasan, Partia Socialiste mund të sigurojë 7 deri në 8 mandate, kundrejt 5 deri në 6 mandate të Partisë Demokratike. Sa i përket besueshmërisë së liderëve, Rama ka një rënje me 5%, krahasuar me sondazhin e kaluar, ndërsa Berisha me 2%. Si problemet kryesore me të cilat përballen, qytetarët kanë renditur të parën shëndetësinë, ndjekur nga kostoja e lartë e jetesës dhe pagat e pensionet e ulta. Ky është sondazhi i dytë që News 24 publikon në bashkëpunim me Noto Sondazhi, ndërsa deri më 11 maj do të ketë edhe një matje tjetër të publikut për të kulmuar me exit pollin që do të zhvillohet ditën e zgjedhjeve.